Mushriku fisnik. Betejë e Bedrit filloi me një mësim të mirë etik dhe përfundoi po ashtu me një mësim të mirë etik. Pejgamberi që u dërgua për ta përsosur etikën morale, u kujdes për të edhe në momentet më kritike të betejës. Sa i përket mësimit të parë në fillim të betejës, kur shpirtrat e besimtarëve ishin të mbushur me urrëtie nga padrejtësia që përjetuan nga Kurejshat në Mekë, por edhe me entuziazmin për të përballur me Kurejshat që tashmë kishin ardhur nga Meka me kryenetësinë dhe mendjemadhsinë e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njofton mbrojtjen dhe përkrahjen e tij për një mushrik nga mushrikët e Mekës që ka ardhur me armën e tij për të luftuar kundër muslimanëve në Bedër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: kush të përballet me Ebu el Bekteri bin Hisham, mos ta vras atë. Pejgamberi të rreq vëmendjen se ky njeri ka një moral të veçantë të ndryshe nga mushrikët e tjerë. Ai është njeri i virtytshëm dhe fisnik. Ai asnjëherë nuk e ka lënduar të dërguarin e Allahut. Ai ka mbajtur një qendrim të njohur dhe që meriton mirënjohje. Ai u ngrit kundër marrëveshjes së bojkotit dhe izolimit të padrejtë që ju bë fisit Beni Hashim në luginën e Mekës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi këtë qendrim të tij dhe shpalli mbrojtjen e tij, edhe pse ishte mushrik, madje edhe pse kishte ardhur për të luftuar. Mësimi i dytë ose etika e dytë që mësojmë nga betejë e Bedrit është një qendrim pas betejës. Bilanci i fitores pas betejës ishte 70 mushrik të zënë robër. Në mesin e tyre ishte një nga armiqtë më të egër dhe më të ashpër që e lënduan së tepër me pejgamberin, El Nadr bin El Harith dhe Ukbetu bin Ebi Muajt. Muslimanët akoma e kishin të freskët të dhimbjen e padrejtësisë dhe lëndimin që ata u kishin shkaktuar në Mekë, si dhe shtypjen që i kishin bërë muslimanëve të dobët, sidomos arrogancën e tyre ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu që në zemra kishin urrëtie, kurse në shpirtra kishin plag. Zemrat e tyre kërkonin shërim nëpërmjet akmarrjes që të shuhej urrëtia që ishte akumuluar përbrenda. Tu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shikon robrit e luftës pranë tij dhe thotë: sikur El Mutim bin Adi të ishte gjallë dhe të më kërkoj t'i liroj këta, do t'i kisha liruar. Pejgamberi njofton se të gjithë këta robër do t'a fitonin lirim sikur El Mutim bin Adi i thoshte të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam: o Muhammed, fali për mua. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i kishte falur të gjithë pavarësisht së kaluarës së tyre kriminale. Ai do ta kapërcente gjithë urrëtien dhe dëshirën për hakmarrje në shenjë respekti dhe vlerësimi për një ndërmjetësim të El Mutimit. El Mutim bin Adi i jetoi dhe vdiq mushrik. Ai kur nuk tha: o Zot, mi fal mëkatet e mia në ditën e llogarisë. Por ishte njeri fisnik dhe përkrahasi së mirës. Ai e mori në mbrojtje pejgamberin ditën kur u kthye nga qyteti Taifit. Kurejshat i thanë El Mutimit: ti je njeriu që nuk mund të preket besa jote. Krahas ndershmërisë, ai ishte i urtë dhe mendim drejt. Pas emigrimit të pejgamberit, ai bashkoi Kurejshat dhe u tha: keni bërë çfarë keni bërë me Muhamedin deri më sot. Tani e tutje qëndroni larg këtij. El Mutim ishte mushrik, por ishte një mushrik i ndershëm. Me fjalën e tij në këtë ditë të madhe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i akordoi El Mutimit një titull të lartë të nderi. Shkolla morale e Bedrit na sjell mësime të mëdha. Ja disa prej tyre. 1. Përmendja e vlerave të njerëzve me vlera. Vlerësimi i qëndrimeve fisnike është prej etikës, pavarësisht besimit të tyre, madje edhe nëse janë armiq. Edhe mëkati më i madh i tyre, siç është shirku, shokvënia e Zotit, nuk e pengoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga përmendja e vlerave të tyre etike dhe morale në këtë botë. 2. Besnikëria dhe përkujtimi i mirë që i dërguari Allahut i bën njerëzve me të kaluar të mirë morale dhe fisnike, sidomos në momente kyçe dhe historike, siç ishte momenti përballjes ushtarake në fushë betejë, momenti i tensionimit dhe i reagimit, momenti i ndezjes së urrëties. Këta ishin njerëz me vlera morale që u sollën me moral ndaj atij që u dërgua për të përsosur vetit morale dhe etike tek njerëzit, ndaj atij që edhe me gjuhën e gjendjes, por edhe me gojë thoshte: prej besimit është ta kthesh të mirën me të mirë. Prandaj dërguari fisnik sallallahu alaihi wasallam i ruajti qëndrimet e tyre, i përmendi dhe i theksoi ato në shenjë nderimi dhe vlerësimi ndaj tyre. 3.
Pejgamberi mbajti këtë qëndrim dhe i tha këto fjalë në një moment që askujt nuk do t'i shkonte ndërmend që mund të përmenden dhe të kujtohen, pasi ai ishte një moment përballë luftarake dhe shans për t'u hakmarrë dhe për të shuar urrëtin e akumuluar prej vitesh. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lartësua mbi të gjitha këto për të qartësuar se qëndrimi i tij nuk është thjesht një taktik apo qëndrim politik, por një parim moral. Kështu vepron lideri që vepron sipas parimeve. 4. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur foli për këtë çështje, nuk i foli familjes apo të afërmve të tij, por i foli të gjithë shokëve të tij që i besuan dhe e pasuan në rrugën e tij. Ai deshi të zhvillonte në shpirtrat e tyre me një formë pedagogjike të veçantë, fisnikrinë e këtyre vlerave morale dhe pozitën e tij që mbart vlera të tilla, edhe nëse ai është mushrik. Ai deshi që ata të jenë të parët që i bartin këto vlera dhe të jenë mirënjohës për bartësit e tyre. Nga ana tjetër, kjo ishte një ftesë profetike që ata gjithmonë të jenë të drejtë dhe njerëzit i vendosnin në vendin e merituar. 5. Sahabët e kuptuan shumë mirë këtë urtësi nga i dërguari i Allahut dhe ju përmbajtën me besnikëri. Ata u treguan të drejtë, i dhan hakun çdo kujt dhe ja ruajtën nderin dhe vendin edhe atyre që nuk ishin nga besimi, vendi apo raca e tyre. Hasan bin Thabiti, radiallahu anhu, i këndon ilmutim mbi Nadijit pas vdekjes së tij me disa vargje ku thekson gjurmët e tij dhe lavdëron moralin dhe vlerat e tij. Amrun bin Elasi, radiallahu anhu, i përmend romakët për 5 cilësi të mira, të cilat janë boshti i moralit dhe faktori sundimit. 6. Me gjithë qartësinë dhe rëndësinë e kësaj çështjeje në edukimin profetik, ndodh që ne të mos jemi të përkushtuar sa duhet në këtë aspekt. Edhe pse shumica flasin të mahënitur për perëndimin, ka njerëz që hezitojnë të përmendin qoftë edhe një nga virtytet e tyre morale apo veçoritë e tyre të sjelljes, të cilat janë elementet e vërtetë të forcës në qytetrimin e tyre. Shpesh përmbledhin vlerësimin ndaj disa njerëzve me një të keqe që kanë bërë apo me një gabim në të cilin kanë rënë. Jo vetëm kaq, por mund ta kemi tepër të vështirë të përmendim të mirat dhe vlerat e dikujt me të cilin jemi në kundërshtim në të menduar apo në këndvështrim. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përdori njësinë më të lartë të standardeve të drejtësisë me ata që ishin në kulmin e kundërshtimit, pasi ishin në një tjetër besim, atëherë ne kemi më të domosdoshme t'i ruajmë dhe t'i përdorim këto standarde me vëllezërit tanë, me të cilët kemi më tepër gjëra që na bashkojnë se sa na ndajnë, na ofrojnë me ta më tepër se sa na largojnë, që të mos i vendosim gabimet e vëllezërve tanë në qeli, ku ne i burgosim, e pastaj të mos shikojmë tek vlerat dhe mirësitë që ata posedojnë,